Mirëmbrëma, faleminderit kretë që një ardhë, faleminderit kretë ky sen është për shkak të albumit tonë të ri, promovimit të albumit Dhejshë, editor, produksioni muzikor dhe filmi Gramafon, prodhimi Gramafon Entertainment, po ashtu për shkak të promovimit videoklipit Nani, vëdetorit ekzistencës si grup. Kështu që kem përgatitur materiale interesante, vogla po interesante, kështu që po shkojmë mas pari në shtunë. Është sonte baby. Shumë të reja, diku brenda në salë që për herë të parë mami ka lënë medalë që në shkollën fillore dikuri ishte Mrs. Stines mami vetë stewardess në aeroport Prishtinës. E shtune s'podion i parë, s'podion i parë dhe nështë masi është i parë është ma i vështirë me punu. Me angazhimet rreth organizimit për postë të teknikisht ato që kemi pas na ka qenë një punë shumë e madhe. Ky spot është i të lashëve të mëdha, problemeve të mëdha. Po në jetën kohë është edhe një spot që na ka hapur rrugët. Kështu që më duket është bërë për herë të parë diçka të na provokative, do të thonë ekstra provokative, saqë ka për një kohë dhe kanë bllokuar. Po, edhe pse shumica kanë menuar që bllokimi komë na pru pasoja në treg apo në publik, unë mendoj se bllokimi na ka buhajre. Gjeli pa njeri gjanë në fytyr ta shikon një rrudh ma shumë në balë më kujtojmë probleme gjdo ditë edhe natë me kalash në rjastët flesha mara hatën metropole në për rrugë edhe bloqe ploqka në bank në do ke punë. Kjo kong po më është një kong që paka shumë është i imponume për shkak se është soundtrack, do të thonë është kong e bazume në film. Kështu që gjara filmet na ka imponuar pak edhe kong. Sa i përket spotit është shumë interesant me seksje. Është kanga e parë e realizuar me një Gramafon Entertainment që ka pas spot. Spoti jonë i dytë, spoti jonë si grup, puna shumë ma e letë, puna shumë ma mirë ka shku, puna ma organizuar, paka shumë ke pas saktume që ka kem pas na me po, sa i përket këtë temës, tema ka qenë lidhur me temën e filmit, edhe pashtu dhe gjerimet ka shku në vene ku filmi është gjeru pjesa me e madhe. Një burime kisha për së shpejti u zhët e shkoj në botën tjetër duke u përje në flet e dikush është kundër meje e unë lidhje nuk isha në rjeva në flak të zjarit isha. Spotia ka nevojë shumë me folë për këtë spot. Marë frym, shqip, shaku që zilë gjaku mrjedh, shqip jetoj këtu me bes, me tradit e bajrak, me kanon e me leq, me fes e me gjak. Ku dhe guri është i amël, ku dhe veni ka fjall dhe ku njet pushta, ku konak lin gjall dhe ku shtrot sotra, fillon zet votra, ku pika më e top, me moralin nërë është motra. Është një spot që neve na identifikon, po mënoj një spot që ndoshta unë pe fillimit kom pas shef, ne me bo andër kom pas me bo një kësi lloj spoti. Çka më me thonë, shumica gazetarëve apo njerëzve më kanë vetë prej ka lindi ideja, dhe unë gjithmonë jam përgjigj që ajo nuk është kon ide. Ajo kon ndjen që ka shpërthy për një moment. Red and black, I dress ego on my chest, cuts a bit in Albania. Keep my head up high for the flag I die. I'm proud to be in Albania. Red and black, I dress ego on my chest, cuts a bit in Albania. Keep my head up high for the flag I die. I'm proud to be in Albania. Është interesant kur Halapa e kryj kongën e shes spotin. Atëre suksesi ose përqinja e suksesit është më e madhe. Qashtu ka ndodhur me kongën Albanian, para se më kryj konga ka qenë një pjesë e refrenit,
është paramenduar, është qitë në letër një pjesë e madhe e realizimit, paramenimit për realizim të spotit e Albania. Teknikisht në regji kemi rënë kontakt me Albin Muricin që është marrë në produksionin e vetë, edhe në organizimin tjetër rreth materiale, rreth gjerimeve, rreth kemi bu bashkë me Alban Makollin, falënderimi për krejt. Është një këngë e stilit, do më thonë tonë, që është ngu prej 77 vjetë. Ju garantoj që etnoengjët ma kur s'mund e bojnë. Është një këngë që metë, do më thonë, se cili grup e bën do një këngë që metë dhe s'mund përsëritet, që mu vjen shumë mirë, se tash e di që edhe në bas albumit 5, 6, 7, apo sa albumit do t'jenë për neve, e di që na e kemi bo hitin që kam na kujtu njërës po më rejnë në tarmë. Albumi 10 që vjen me një strukturë komplet tjetër, po edhe me musafir tjetër, me një zhanër këtë tjetër, nuk kemi ndryshu shumë, mirë po sa i përket temave s'ka ku gjatë të ngjajshme me albumin e kalum. Do thënë, prap stili mbetet e njëjtë, prap drejtimi mbetet e njëjtë, po besoj që ka shumë gjëra mira. Mirë, isha nërë me fol për disa prej këngëve që unë cilësoj si puna më e mirë e jola gjatë këtij albumi. Fillimisht isha fokusuar mas paret në intro në albumit. Është një intro që ne pcekim aty më herët që është 10 vjetori i formimit si grup. Edhe thonë që na deshën 10 vjet për marrë me këtë album në veshën. E kemi testuar në disa vende dhe edhe në për koncerte, kështu që ka pas shumë sukses. Edhe kemi vendosur për shtin album me disa korrektime. Mirë. Kënga tjetër që unë kam jetë shumë i kënaqur për më edhe më musafir që i kam pas të thumë. Në këngë është kënga All Night që ka musafir Lyrical Sun, Chaos edhe Besnik Shaka. Është një këngë që secili ka shkruar tekstin për veti, që është pozitiv, ma kanë lecuar më punën shumë. Edhe më duhet patjetër me cek që është një pjesë e incizuar dhe Ninit të Ilir Osmani, që i falenderoj normal për prekrajen. Është një këngë e një zhande që njerëz nuk janë mësuar shumë prej neve po më ndëzgju apo me prit, po mirë, befasitën ka njerëz mira. Gjatë albumit është interesant me tek shumica e këngëve në incizu natën vonë, ndoshta mas 2 vet. Kënga tjetër që unë e cilësoj si këngë të suksesshme është Le për mu mama. Është një këngë që e ka një tekst shumë interesant. Ndoshta fuqia kryesore e këngës është në tekst. Edhe një herë në klub, në gjep me paket, njerës të mirë më rana atë DJ si s'pa qek, pur, lon, pe heki prej bin, pe kapi mikrofonin, mirë rama Prishtinë. Te kënga tjetër që isha nëllë është kënga që mu ma shumë dhe gjitha që pëlqen album, është kënga All Trip Thrill. Do të thënë që është një shkurtesë Albanian Trip. Është shumë interesant se për herë të parë, sa di unë, do të të nash dhe që një reperi Kosovës me këtu në dialektin do të thënë e jugut Shqipnisë. Qa është shumë interesant atë është një motiv motiv i Shqipnisë të jugut, cilën muj me thënë njërë perfekte të Kur'an Krasniqi që ka bo. Tjetër që kam duhet me përmend është me falenderu një njëri që shumicën e kohës rasteve u kona për me, ka jep vullnet në shumë raste, raste të rana në kriza, ajo është Arben Shdrela.